Për Kroacinë në përgjithësi se ka pëlqyer gjithmonë fakti se si jam përkushtu, se si me dignitet kanë lujt, pavarësisht çfarë kundërshtari ka pas përballë, po ka qenë do thotë deri në palë që kanë lujt me shumë atë dashuri, për atë arsye dhe i çmoj, po sigurisht edhe pse kom pas rastin me taku për nga afër Modricin, Kovacicin edhe Rakiticin, aso kohë që ka lujt në Barcelonë. Modestia e tyre realisht ka qenë e papar, edhe definitivisht më kalon shumë përshtypje sepse kanë qenë lojtarë të kalibrit goxha të lartë, sidomos Modric aso kohë që ishten me Real Madridin dhe Një ndër lojtarët kyç. Një ndër lojtarët kyç, se jam të i lexuar qëta edhe ma hupët pak regjia do të me hek prej... Në rregull se thash ka botë. Se nuk është për publikun kjo. Gjithsesi, po më ka pëlqyer shumë modestia e Modricit, Kovacicit, Rakiticin me tonë drejtën atëherë, aso kohë ka qenë para se me mprish profesione, kam qenë një fan se Real Madridit, se pastaj i këshyr me një sy tjetër, biles me Emanuelin gjithmonë e kena cekë këtë gjë. Atë shumë fan se Real Madridit, sa që unë nuk pranova me dalën foto me Rakiticin. Veç pse ishte rivali i Real Madridit, që luante në Barcelonë. Po. Njeriu që ka refuzuar Rakiticin. Jo, është shumë e vërteta. Edhe pa... Më thonë Rakiticin kenta? Ama sot them... Pa nevojshme. Po seriozisht po. Po isha edhe majre, edhe qështu. Me emocione. Po, exakt. Ma nu për Kroacinë?